Përshëndetje nga kuzhina jon. Jemi me zonjën Kleopatra Mita që vjen nga qyteti i Vlorës. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi zonja Vjollca. Mirëmëngjes Niki, mirë se erdhe Patra. Faleminderit, të shkënaqësi. Pasi ne krijuam një konfidencë bashkë. Patjetër, teksta keni bërë gjitha përbërësit gati për të nisur gatimin e zonjës Patra, ju thrasin shkurt Patra, apo jo? Ne do të mësojmë më shumë rreth zonjës tonë dhe rreth Anvisës, e cila është një shikuese e rregullt dhe e vëmendshme e këndit tonë të gatimit, ndaj edhe do të mundohemi që të mësojmë edhe ne më shumë prej saj, prej pasionit për gatimin, sepse kjo është ajo që na ka lidhur me zonjën Patra. Do të ndjekim me njëherë klipin e saj dhe do të rikthehemi për të nisur me njëherë me gatimin që është shumë interesant. Në fakt nuk e kemi gatuar ndonjëherë në vilën tonë, apo jo, zonja Vjollca? Jo. Ndjekim klipin, rikthehemi shpejt. Kleopatra Mita, pasioni im më i madh është kuzhina. E kam të trashëguar nga nëna ime. Gjithashtu dhe kur kam ardhur këtu në familjen e burrit tim, vjera ime ka qenë kuzhiniere shumë e mirë dhe kam trashëgimi dhe nga vjera, dhe nga mamaj dhe nga vjera. Më pëlqen shumë përgatitjet e gjyllarave që janë tradicionale, shqiptare dhe njëkohësisht dhe nga qyteti im i Vlorës, dhe nga Gjirokastra dhe nga Berati. Është kukureci dhe një sallat me parmigiane me brum are. Jam shumë e pasionuar mbas objekteve të vjetra. Kam krijuar një këmbë të vogël aty, ku unë kam të gjitha gjërat antike. Kam dhe një zamzam, rakie, që është trashëgimi e kësaj shtëpie. Këtë shtëpi e ka ndërtuar vjeri im së bashku me të vëllain e tij. Kanë ardhur nga Berati, është ndërtuar vitin 1137. Kanë qenë të dy vëllezrit që e kanë ndërtuar këtë shtëpi. Dhe kjo shtëpi ka kaluar brez pas brezi, ku dhe ne sot jetojmë në këtë shtëpi, por është pak e vjetëruar. Nuk është prekur gjatë luftës. Dhe vazhdon të jetë akoma zot kështu. Kjo është pjesa e parë, është një kishëz e ndërtuar në mënyrë të thjeshtë. Si zakonisht kjo ka qenë në trashëgimni, sepse vjerin, gjithë këta i kam besimtar, dhe na kanë ushqyer edhe mua si nuse që të besoj tek Zoti. Dhe kam krijuar këtë kishëz. Ky lloj peshku është ndërtuar nga brirët e një kau të madh dhe e ka formuar në mënyrë të tillë babai im, që sot nuk jeton më. Këto janë shandan, edhe ky është një lloj shandane. Ky është një bucje që është kujtim i atyre viteve të tjera. Kemi tavullën e cigareve dhe kjo, kemi një orë të vjetër, ky është një ibrik i kësaj familje, shtëpisë. Këtu është mulliri i piperit. Edhe kjo është një gjë e vjetër. Kjo është një shandan dhe kjo duket që është shumë e vjetër. Kjo është një mbajtëse cigaresh, po ta hap. Kjo është kështu siç ka qenë. Pastaj kam mullirin e kafes. Është shumë e vjetër. Kjo është një furk, si mund ta them, që vjera ime tirte leshin. Dhe unë e mbaj si relik. Faleminderit shumë dhe jam shumë e nderuar dhe respektuar që unë do marr pjesë si një Anvis, do përfaqësoj qytetin tim të Vlorës dhe jam krenare që jam nga Vlora, me origjinë nga Gjirokastra. Kjo ishte zonja Patra, që përveç se pasionit për gatimin, kishte edhe një pasion tjetër të veçantë, ato të antikuareve, antikeve tradicionale, të cilat i grumbulloni, koleksionojnë në shtëpinë tuaj. Kush e di sa gjëra të tjera kishit dhe nuk i arritëm të shihnin përmes kamerës. Kisha edhe gjëra të tjera, por për momentin kaq ishte. Është një pasion i hershëm për i trashëguar, apo jo? Të gjitha të tjerat zënë një vend edhe tregojnë për historinë e familjes tuaj. Në mënyrë të veçantë dhe kanë dhe vlera më shumë. Sa i cfurku, më bën që të më imponon respekt Karshiush, që ishte e vjerës, që tirte leshin. Po, tirte leshin. Okej. Mos qaj. Është një moment i tillë kur pasioni i për antiket, për gjërat e vjetra, në fakt ka dominuar dhe ka shumë njerëz të cilët merren me këtë pjesë dhe jo vetëm për nostalgji, apo jo, por sepse tregojnë një lloj historie, tregojnë një lloj tradite familjare, qoftë edhe më të gjerë. Dhe ato që s'kan thjesht ruajnë një kornizë,
dhe një fotografi të vjetër, dhe ajo është pjesë e historisë çdo familje. Zonja Patra u emocionua pak. I fshim ato lotë tani, sepse kemi kukurecin përpara, po kukureci nga vjen, nga ka origjinën si gatim. Kukureci ka origjinën nga Vlora. Dhe nga Vlora. Pjesa mos them pjesa e jugut. Pjesa avash për pjesën e jugut, se kemi bërë në kukurec në veri, në Kukës, atje ku ishte baba kukurecit. Kështu që është i gjithë Shqipërisë. Është i gjithë Shqipërisë, po. I gjithë Shqipërisë, po. Ka në një gatimi të veçantë në zonat të ndryshme të Shqipërisë. Ja, ta shohim. Këto erzat për shembull, kur zonja Patra tha që do t'i vendos në furrë, unë e pash pak si me kështu. Më dyshje. Më dyshje, kjo është pjesa që na ndane nga kukureci veriut, se do unë kam bërë kukurec. Do më unë kam rritur 2 fëmijë në një familje ku gjyshi i tyre ishte dhe s'kam parë profesionist më të zotin, se sa merresh me tregtimishi dhe lëkurash. Dhe kukurecin, më falni se zgjata shumë, ne e gatuanim vetëm nga qingjat kur nuk kishin ngrënë bar. Po. Qingjat pirës themine. Po, vetëm kishin pirë qumësh. Qingja pirës. Po, kukurec. Kukurec për kokë të kukurecit. Po. Kukurec për kokë të kukurecit do hamë edhe nga zonja Patra, kështu që na i shpjego se çfarë përbërësi shkap duhen për të gatuar kukurecin dhe më pas nisim gatimin në mënyrë që ne ta përfundojmë dhe ta provojmë, se jo, unë për vetes kam provuar ndonjëherë. Atëherë kam vendosur të gatuaj kukurecin, që është tradicionale e qytetit të Vlorës. Kukureci është marrë nga barku i qëngjit pirës. Dhe kukurecin unë e kam marrë, zotria që quhet Fadil Ismaili e ka dhënë falas për News 24 për këndin e kuzhinës. Faleminderit që do të shijojmë edhe neve një kukurec të freskët tashmë, se duket që është i freskët. I freskët. Atëherë do fillojmë ta thurim kukurecin, sepse kjo thurja e kukurecit unë them që ka një art më vete. Sepse tani është rritur modernizimi dhe kukurecin e kalojnë dhe në hell. Ndërsa tani ne do ta bëjmë në mënyrë tradicionale me thurje. Zoja Patra tha unë në shtëpi tha e kam atë. E vendos në çengel. Do të mbaj, thashë do mbaj çalli këti. Do të kthehemi në çengel. Si do të thuren këto? Po, pra, do thuren të gjitha këto pjesët, do bashkohen me njëra tjetër dhe del forma e kukurecit. Unë dhe si gjirokastrite që jam, do përgatis dhe një gjell tjetër që quhet arapash me zor qëngji. Arapash me zor qëngji. Tani, duke e thurur kukurecin, ngelen disa bishtaje dhe duhet i presim ato bishtaje që kukureci tjetë në mënyrë të uniform. Dhe ato pjesët që mos t'ja edhim poshtë, unë do t'i gatuaj, do t'i bëj arapash me zor qëngji. Nga ka marem një kukurec tani. Se nga smoja sot unë. Tani nga i ka marem... Që t'i hedhim këto cipa tanash, po t'i shpëtëzojmë. Tani mund të fillojmë? Jeni ju e para. Atëre zonja Vjosa juve do më ndihmoni që kukurecin të ma mbani. Unë jam në urdhrat e shua. Me qënë se ne që të mos ndërpritim më pas, sepse ai momenti është shumë delikat, në fakt, duke e parë tani zonjë Vjosa duke mbajtur, me zonjën Patra duke thurur kukurecin, jo, po do doja që të ndërpritemi më vonë, që të ndërpritemi tani për të falenderuar sponsorët tanë dhe do të rikthehemi më njëherë për të nisur me gatimin e kukurecit nga Vlora. Jemi në kuzhinë, jemi gati për të nisur më njëherë se si do të montohet, si do të gatuhet kukureci. Zonja Patra, duke e shpjeguar, duke vepruar në mënyrë që edhe anvisat ta kuptojnë më së miri se si mund ta gatuani ju kukurecin. Atëherë fillojmë. Fare marrim mushkrinë e bardhë. Mushkrinë e bardhë. Po, më fal, në fillim ne ti përmendim përbërësit, për çfarë tani është mushkri e bardhë, plënci dhe zorët. Pra, zonja Patra tha barku i qingjit, kur e kam fjallën që është komplet barku i qingjit. Çfarë kanë vetëm një qingj. Çfarë ka zor, plënc, mëlçi të bardhë, edhe ajo kush janë ato qarqet? Po, ato. Në veri thon panxhavesh atyne, këtu i thon qarqe. Do të thonë janë kështu të përbëra me gjëndra dhe me dhjam. Por tani, meqenëse ne duhem të ruajmë dhe pak shëndetin ton. Po, sa të mira janë ato kur gatuan. Hajde, lej shëndetin. Atëre fillojmë. Po. Ky është mushkri e bardhë. Dhe e ke prerë kështu, a? E kam prerë në mënyrë shiko si e ka bërë? Silitar. Ja, këtë unë për shembull se kam përdorur kur e kam bërë kukurecin. Ne e përdorim. Po, shumë mirë. Atëherë edhe i vë një e çan? Po, e çaj me thik. Kujdes gishtat.
Disa nuk e hanë shumë mulqinë. Po, nuk e hanë. Shumica e njerëzve kam dëgjuar që e hedhin pasi... E gatuet, ka forma të ndryshme. Vendos e gishtin këtu? Shikon? Kështu. Atëre kalojmë dhe... Qengeli tani. Qengeli është zonja Vjollca. Po. E bra për humor këtë, s'ka problem. Në gatim s'ka, ne mjafton që të hami gjithë shishme, nuk ka fare problem. Për të larë është larë në mënyrë... Nuk diskutohet, e pa me kuali duham atë punë. U stërla. Të marrë pak gëshërët në mirë? Po, që të jem kollaj me gëshërë. Shko edhe mund të ndimoj dhe unë. Ndoshta janë edhe emocionet bëjnë të sajën, sepse... Nuk thash mos ke emocione. Nëse kemi emocione nuk do ja, cila nga ambisat ka bë kukurec, edhe nuk i ka mbajtur këshu. Me qengel, pa qengel, i ka thënë qupës, i ka thënë burit, hajde të andimë se do ham një gjithë mirë. Ta ngri pak dorën lartë, të shikojmë gjatësinë e... Ngri pak dorën lartë, do një. Ka që është dora ime? Ka që është dora juaj. Po, se baj do të këshu? Por e minutë. Shko, atë të sojmi bashkë. Jo. Kur të vike masa im, deri këtu pasaj, po që e nevoja, po deshe dhe ti të ambashkë. Po, do të ambaj dhe Niki. Niki është e gatshme të ndihmoj në çdo moment. Po. Shumë që ke shumë emocione se drithesh. Po, kam emocione. Largoj emocionet sepse du të veshim kukurecin tani. Këto çunat që po na shohin këtu, mezi po e presin kukurecin. Shumë goja lëmë. Që po, ti hiç mos ki merak. Ta çunat të bëjnë gati pijet alkolike. Shpesh në familje? Po, shpesh në familje gatuaj, por është një gjë. Unë e gatuaj në familje, fëmijët e mi nuk e hanë. Ndërsa unë dhe bashkëshorti im Kam vetëm për bashkëshortë. Do vi koha dhe ata të ta hanë. Unë kam 2 fëmijë. Të rritur, janë yjet e mi. Janë oksigjeni im. Që unë jetoj për ta. Po, normal. Keni shumë motive, kështu prekeni shpejt, më duket. Çdo nën për fëmijë. Mosha, ndoshta bëndet saj. Jo, kështu kemi qenë gjithmonë, në brezion kështu është. Po. Këto brezi tjetër që vjen, janë më të angazhuar me punë, kanë më kënaqësira gjatë jetës. Ne kështu e kemi pas fëmijët, oksigjen, jeta, çfarë të them. Po shqyr që dhe ata na i kanë shpërblyer. Po, kaq mjafton. Tani të vendosim të këtu. Ato do priten në fund apo do jenë të njëjtë? Po, ato do presim. Tham që do t'i presim se nuk mund t'i edhim pak me kujdes se mos bësh pis. Tani është pjesa tjetër që unë e quaj një art, që është furja e kukurecit. Si që thash, do me thënë ca e bëjnë, e vendosin në hell, ku vendosin mushkrin e bardhë, vendosin mëlçin e zezë, të gjitha, do me thënë, ndërsa unë e kam bërë në mënyrë të tillë. Duket sikur ja mëlçia zezë, sikur ja prishia. Po, ja prishia dhe nuk e vendosim. E shikon që unë kam grënë, e kam kualiduar kukurecin. Unë di që këto i bëjnë edhe supë. Zorot, me bashkë me orizin, me mëlçin e zezë, me qenë se e përmendëm. Atëherë do fillojmë tani, fillojmë ta thurim. Po. Thurja, zonja Vjollca, pak gishtrim. Atëherë fillojmë. Fillojmë thurjen. Ja, kjo është thurja që realizohet në mënyrë të tillë. Po. Bëhet një lloj gërsheti kështu. Po, një lloj gërsheti. Si në familjen time dhe në familjen e burit, bashkëshortit tim, kjo është një ushqim tradicional. Dhe unë kur isha e vogël, Ria e shqifja mamin. Se han, po miqt duket sikur i ke nderuar për të vësh kukurec. Po, pjesën e zeve me pak raki. Me raki, me ver, ose edhe me uzo. Me uzo, sidomos tani në këtë kohën e bearit. Ja, uzo në një çupa, andaj unë nuk e njoh, shumë ignorante. Mendojmë pak salcë për shkakun, ne ta shoqërojmë sot me salcë lufra, salcë kosi lufra. Po, çik letër nike. Pak letër sepse është diçka që edhe të fëllish, por unë... Jo, nuk në afti qëfare, se këto të lara janë. Mund të këtej kështu të një dorën? Po. E shikon, ja shpëtova. Mund të ullësh dhe tek tava të pjesën ashtu. Me kujdes. Mund do respektoj punën tuaj, kështu që... Kjo gjëlla, dhe me thënë në kukureci, kur janë pashkët, në prill është... Kur theret diçka në familje, ne kemi tradicionale, dhe me thënë marim qëngjin, im shoq e sa mirë që jemi këshu në fera, ne jemi bashkëpunëtor, bisedojmë, jemi miqësor, sepse unë bektashiane që jam pak muslimane, pak këshu, tani të theresha me juve. Se jemi fundi që ka një bashkëjetes për model fetare. Po, jemi bashkëjetes, jetojmë të gjithë bashkë. Ufur kukureci. Po, ufur kukureci. Kaq ishte.
Mjafton kjo teknika? Po, kjo është gjithë shka. Niki, të lutem, na indis që furën tani, atë sobën, gjitha të plakat. Po, atë të cepit farë, këtë duash ti, atë që bërë më shpejt, po. Tani do të skuqet kukureci, kam përshtypjen? Do të avim një qik në tenxhere. Do të avendosim pak në tenxhere, sa të pik pak këtë lëngun që lëshon, të fajt lëngu, pastaj do të japim një val dhe do të kalojmë në furrë me erza. Do të përfshien dhe erza. Atere, këtë të apresim këtu. Kemi dhe anash një dy kështu copza që ju thatë vetë që nëse ka do t'i marin. Ja, kaq. Dhe këto, ja, copat që ngelen, për shumë, këto janë coprat që ngelen, do t'i kalojmë dhe këto tek... Niki, ma një që tigani të lutem. Po. Tani, zonja Patra, si do t'a bëjmë? Do t'a vendosim ashtu si që është në kusi. Pa e vërujë, pa e fare. Për arsye të pi njerë këtë lëngun e kësaj. Juve keni mënyrën tuaj, unë kam mënyrën time. Pra do të vendosim si që është, pa vaj, pa si lojgje. Jo, për momentin, ashtu si që është, sa të pi lëngun. Gjithashtu, dhe këto do t'i presim të vogla, marim një... Në mënyrë që këto, një dras. Jo, një dras ka që se edhe me gëshiri pres, këshu, do t'i vendosim në një pjatë, ose aty. Një tas t'i vendosim më mirë. Të cila do shfrytëzojmë për recetën tjetër këto? Për recetën tjetër që është arapash me zorë shëngji. Arapash. Edhe emri duket i çuditshëm në fakt, se çfarë mund t'jetë? Faleminderit. Tani këto do t'i vendosim të zjejmë së bashku me kukurecin. Të shfrytëzojmë çdo gjë që mos na vej dëm. Po, sot kemi shku... Kjo fjalia në Gjirokastër. Me këtë rast, unë përshëndes gjithë, në qëfëse më lejohet. Unë kam një respekt të veçantë. Gjithë njerëzit e mi, si ndodhen në Gjirokastër, që jetojnë në Gjirokastër. Dhe që ne kemi shumë respekt për Gjirokastritët. Shko se gjithë janë për Gjirokastrit tani. Qiko, këtë e themi pjesë të humorit, sepse pikërisht për këtë pjesë i respektoj shumë. Janë vërtet një koqirë. Janë vërtet. Po të shikoj me vëmendje për madhësin që po i preta, po s'ka lidhje. Nuk ka lidhje, fare, nuk ka lidhje. Shiko, pak më të mëdhaja duhet jenë, sepse kur zjen ato kurren. Po, mblidhen. Kjo është. Dhe unë, veprimet e mia i bëj çdo gjë me gëshër. Po, sigurisht. Kaq. Ja ta edhim dhe këtë, që mos ta... Atere, çdo gjë është gati. Zonja Vjoca, mund të më ndihmosh se i kam duart? Po, vetëm ndaj duart, edhe këtu të ndihmoj jo. Çezme, unë po pastroj pak tryezën, neve sapo e kemi vendosur në fakt kukurecin e thurur nga zonja Patra, në mënyrë që të largohet pjesa e lëngshme dhe më pas, si kundër e përmendi, do të vendoset në furr bashkë me erzat, prej të cilave kemi majdanoz, kemi koper, kemi edhe nenergjik. Mund të them dhe diçka? Po, patjetër. Që këto erzat Ti hedh këto? Po, idhi. Këto erzat unë i kam në batchen time. Janë bio. I shfrytëzon? Po, i shfrytëzon. Dhe përgatimet të tjera? Po, dhe përgatimet të tjera. Dhe më thënë i kam të freskëta, kur më duen, shkoj i marrë në batchen dhe... Po të gjitha janë, për çdo gatim mund të hedhim nga të gjitha këto lloj erzash, më tepër që janë të stinus edhe që duhen. Mirë, do të prezantojmë pak publikun me përbërësit, sepse për ta gatuar pjesën e dytë. Një përbërës tjetër, është partixhane me brum are. Tani unë bëra nga Vlora atë ushqimin tradicional kukurecit. Tani arapash me pjesën e kukurecit. Kjo është tjetër recet. Kjo recet vjen nga qyteti Beratit. është tradicional dhe ka një nga recetat e vjerës. Është një nga recetat e vjerës. Në më thënë që e gatuajmë shpeshe në Vjerën e pas ke pikë të dobët. I referohesh për çdo gjë. Edhe për objektet e shtëpisë, edhe për trashëgiminë që ajo i jep, edhe për gatimet. Thatë që edhe në klip e ndoqëm që këtë pjesë të gatimit, ose pasionin, e keni trashëguar, e keni marrë. Pjesën e ka marrë dhe nga mamaja ime, që është kryesisht. Që është kryesore, dhe më thënë ajo më ka dhënë gjithë shka, por dhe vjera me fjallë. Sepse unë kam jetuar me vjerën, dhe i kam marrë gjërat, ato gjërat që mua më interesonin, ja kam vjedhur, po tamam, ja kam vjedhur vjerës edhe një prej tyre është dhe kjo receta. Kjo është recet nga Berati. Si gatuar? Partixhane me brumare. Më thënë, partixhane duhet i marim nga masat nga më të ndryshme. Më thënë, nuk ka se mund t'jenë ndonjë masë. E kuptojmë. E presim partixhanin me feta,
Si po ta pjekim? Unë në pjekje nuk e kam provuar asnjëherë dhe them që t'i jap një kaurdisje të lehtë patligjanit, këtë dyjave. Feta të holla apo? Po, mesatare. Jo shumë të holla, se po t'jenë të holla ato çajnë dhe thahen. Atëherë pastaj në mikser do marrim arët i kemi të qëruara, i kemi të pastruar, i kemi gati. Dishe dhe qumësh, kemi dhe qumësh lufra, po. Që të bashkojmë bashkë me qumshin këto, ara, udhra, tulja e bukës, krip dhe piper. Pastaj duhet qumësh që do të vendosni bukën pratë në qumësh. Uthull dhe vaj ulliri. Kam përshtypjen që kjo mund të shoqëroj shumë mirë atë kukurecin, no? Mund të jetë një alternativë në kryezë, aty bashkë me salsat që sigurisht që do të jenë pjesë shoqëruese. Mirë, ne ta gatojmë në pjesën e dytë këtë recetë, sepse gjatë kohës që ne do të ndërpritemi, do të kemi mundësi që të vendosim kukurecin në furr. Pra, sa po të largohet lagështia, të jedhim një sy në fakt, se ka filluar të zjejë pak. Shiko sa lagështirë ka nxjerr. I duhen një 10 minutë që kam përshtypjen, ë? Sa të largohet. Për të larguar lagështia dhe më pas do të rikthehemi për të vendosur të gjithë përbërësit në vendin e duhur. Pra për të gatuar, si kishte emrin receta e fundit? Patlıgjane me brum are. Patlıgjane me brum are është receta e tretë, ndërsa arapashi tjetër bashkë me pjesët e mbetura të kukurecit do të gatuhen në një formë tjetër nga zonja Patra, kështu që kemi 3 receta për t'i përfunduar në pjesën e dytë, kështu që i lexojmë përbërësit në menun tonë pra të kukurecit, një komplet zorrësh qingji, 2 luggjelle vaj ulliri, krip, piperizim, majdanos, koper energjik, këto janë përbërësit e kukurecit, do ta fshim këtë menu për të shënuar përbërësit e 2 recetave të tjera. Në fakt do t'i shënojmë të dyja në një të njëjtën tabel, do të rikthehemi në mënyrë që t'i përfundojmë. Ka një shkëputje, publiciteti dhe edicioni informativ nëse do të ketë studio e lajmeve, do të rikthehemi shumë shpejt për të përfunduar me zonjën Patra. Në ndiqni. Jemi në pjesën e dytë të gatimit në Vila 24, jemi në zonjën Patra nga qyteti i Vlorës. Nëse na keni ndjekur për gjitha ambisat që kanë qenë në shoqërinë tonë pjesën e parë, ne kemi përgatitur, kemi thurur kukurecin dhe tani jemi duke përgatitur një tjetër recetë, si kundër e përmendëm, është patlıgjan me brumare. Ndërsa receta e tretë do t'jetë sërish e lidhur me pjesët e kukurecit, me pjesët e mbetura, të cilën do na shpjegojë zonja Patra. Por nisim me njëherë, meqense e lam në pjesën e parë, patlıgjanët të cilat ju i pret. Patlıgjanin e kam marrë, kam pret në feta të trasha dhe fillojmë një skuqje të lehtë. Po, ma jep mua këtë. Do t'i ka urdisim pak në vaj. Po. Ndërkohë, në mikser. Zonja Patra në vaj për skuqje, ë? Po, vaj për skuqje. Mund të jedhim dhe pak vaj ulliri. Okej. Dhe vendosim tek pjata, ku tek pjata kemi vendosur një letër për të thithur yndyrnat. Yndyrnat, sigurisht. Atëherë fillojmë me brumin e arës. Këtu kemi hedhur ara tek mikseri. Do edhim 2 thelpi hudhër, kështu siç është, hudhra. Hudhra mund ta edhim sipas dëshirës. Ka dikush që e ha hudhrën shumë, ka dikush që nuk e ha hudhrën. Atëherë unova 2 hudhra. Të dyja versionet. Po, atëherë unova 2 thelpi hudhër këtu. I edhim dhe pak krip. Pak krip. Jam pak armike e kripës. Nuk e përdor Nuk e përdor shumë kripën, pa çka se thonë ca që kush e ha kripën shumë e do dhe bashkëshortin. Kush i hedh shumë krip gjallës. Kush i hedh shumë krip gjallës e do dhe bashkëshortin. Unë i hedh pak krip gjallës, po unë bashkëshortin e dua. I bie që nuk e do bashkëshortin. Jo, e dua sepse Ata vetë shpreh. E dua se kemi 27 vjet që jetoj. Edhe 27 vite martes. 27 vite martes, po. Gjatë kësaj kohe do bëjmë ndonjë farë shakaje, sepse nuk shtyhet dita një ditë monotone, po duhet të japim pak humor, që dhe çdo gatime ta bëjmë me shumë dashuri. Çfarë emri u ti vendosni këtyre 27 viteve martes? 27 viteve martes. Keni qenë të lumtur, keni patur sigurisht problemet tuaja. Tani probleme familjare ka patur, si të gjithë që nuk mund të them që s'kemi patur probleme familjare, por i kemi kaluar me qetësi, me urtësi. 27 vjet martes i kemi dhënë njëri tjetrit shumë dashuri, shumë gëzim, shumë lumturi dhe mbi gjithçka është mund ta përmbledh dhënia e 2 fëmijëve. Që është sigurisht fruti i dashurisë suaj. Fëmijët çfarë moshe kishin? Vajzën e kam 26 vjeçe, jeton në Tiranë, ka mbaruar shkollën në Tiranë dhe jeton në Tiranë me punë. Është në punë. Është në punë. Ndërsa djali është 22 vjeç,
dhe si djali mamas që do të riafër mamas dhe nuk do të që të largohet. Dhe i përshëndes që të dy fëmijët e mi. Dhe ju do mi të mbani afër. Vajza, ka marrë dhjetë të mirë me gatimin, ka marrë pak nga pasioni ju? Po, ka marrë nga pasioni im, ka marrë. Për çdo gjë me thënë më merr në telefon, mami si gatuhet kjo, mami si bëhet kjo dhe unë jam me gatshme që t'ja tregoj të gjitha sekretet e gatimit. Ke qenë një nën autoritare apo një nën ka qenë më autoritare nga ju? Për të trishe mos e këputa të marrëdhënien prindërore me fëmijët, me dy fëmijë. Pak autoritar ka qenë im shoq, se ka qenë njeri që fëmijët të jenë në rrugën e mbar, të ecin me kulturën, me traditat tona, ndërsa unë dëshira çdo prindi. Po unë kam qenë dhe jam tolerante. Mirë, se njëri do të jetë pak më shumë autoritar se sa. Po, patjetër. Juve zonja Vjollca po ju vë në punë. S'ka problem, unë për punë vi këtu. Unë di kënaqësi që të ndihmoj. Tani fillojmë me parxhan me brumare. Atëherë në ky mikser kemi hedhur tham arrat, hudhrat, kripën. Tani do ta bluajmë. Unë të ndihmova duke hequr. Po, shumë faleminderit. Që mund të marrë spirunin tani dhe... Po, të shtypim këtë njerë, pastaj të edhim këtë. Realizojmë brumin e arrave dhe... Gjatë kësaj kohe, Vjollca po miret me kaurdisjen e partixhaneve. Mund të vazhdoni me këtë? Bukën e njomur në qumësh? Buka është e njomur në qumësh, do të edhim këtu. Në fund fare, këtu realizojmë. Këtu tani do bëhet një brum. Por njëkohësisht më duhet vaj ulliri dhe uthull. Patjetër. Ja vaj në ullirit këtu. Erëzat të tjera nuk hidhen, përveç se erëz do të ketë nga hudhra. Ja, kjo bë një brumare, do t'i edhim dhe bukën. Po. Zje vetë në ndihmo pak me uthullën? Po. Duke qenë se e kemë... Uthull e do të bardh, të kuqe? S'ka problem, tek e kuqja më mirë. Okej. Me qenë se kemi patlıgjanët dhe shkon më shumë. E largojmë këtë? Pak letër që të fship vëndin këtu se... Po, ja, se e marrë vetë. Falemderit. Tani bashkë me bukën e njomur në qumësht, ajo do bëhet akoma një brum më i butë. Më i butë. Më i lëngësht. Uthullën zakonisht unë jedh me sy, nuk i kam... Se këshu shkemi. Me që se e kukua të kuqe, dhe vaj ulliri besoj. Dhe vaj ulliri. Ja po edhe unë dhe vajnë e ullirit që t'i bëjmë punët njëkohësisht. Shife? Po, idhë. Mjafton njerë, pastaj. Njëkohësisht do të shkojmë dhe kukuresin, se muna... Mos tahet shumë? Po. Në furë sa i duhet të shëndoj pastaj kukuresin? Në furë, sa të marrë atë ngjyrën e verdh, ose ngjyrën e kuqërent. Pa kemi edhur arat, kemi edhur hudhrat, krip, uthull dhe vaj ulliri, brumi arrave në mënyrë që besoj se do të ngjojmë patlıgjanët me këtë brum, apo jo? Po, do i edhim, do i shtrojmë sipër. Po. Dhe pak... Që është recetë e vjetër, kjo tradicionale, në një luk, besoj. Një luk që ta shoh pak... Për kripën edhe për... Kripën e kam parasysh, por... Ngjyrën dhe në formën e hallvasis, ka? T'i edhim pak arë moskat, ta bëjmë dhe pak moderne. T'i bashkojmë traditat. Traditat, po. Edhe pak uthull. Tjetër, do pak uthull, e? Po. Mirë ke patlıgjanët? Shumë mirë. Falemderit, lushin duart. Pra vetëm sa të zbuten pak. Po, të zbuten. Patlıgjanët. Ndërkohë në menun e kemi shënuar, nëse e shihni menun është ndarë në 2 pjesë, sepse kemi shënuar të dyja receta, duke qenë se kishin shumë pak përbërës dhe kishte vend për t'i shënuar të dyja, në mënyrë që anvisat kenë mundësi ti... Mjafton pak, mund ta edhësh? Ti marrin përbërësit, pra harapash me zorët e qingjit, me mije misri gjallë, 2 përbërës ka harapashi, apo jo? Prap do të. Dërsa momentalisht, në ndarjen e ekranit, ju po shihni përbërësit e recetës së dytë, që është patlıgjan me brumare, për cilën ne nevojiten 2 patlıgjana, 200 gram arra, 1 fet buk me qumësht, pra në qumësht për ta zbutur, 2 thelpi hudhër, krip, piper i zi, arë moskat. Piperin e zi e kemi hedhur? Jo. E kemi aty piperin e zi? Gatit, freskët.
Patlıcanët janë zbutur goxha, po, shumë mirë. Kap me kap e dalloj. Mjafton. Okej. Ja ku përfundoi dhe brumi i arrave. Po. E kemi gati besoj për patlıcanët. Po, e kemi gati për patlıcan. Mos të lëjmë asnjë pikë brumare që të na shkojë dëm. Absolutisht, qysh. Absolutisht asnjë pikare, ta riciklojmë madje. Po. Do ta shpërlajmë. Jo, kështu veprojmë edhe neve në këndin e kuzhinës bashkë me zonjën Vjolta. Po, ju kam parë. Ju kam parë dhe ju kam ndjekur. Do një pjatë rumbullake, katrove, si dëshironi pjatën? S'ka problem çfarë të jetë, domethënë nuk në rregull. Po. Po. Ta vendosim këtu sipër kësaj? Mos digjesh. Ja, ti kapim këtë kështu. Duart i kam të pastra. Jo, asë bëndushim, po mos klaparoset pjata, vëri këtu. Në gras. Po. Edhe? Të shojmë tani se si do të bashkohen në njëra tjetrën. Ma një pirun? Apo s'ka? Një pirun. Po. Edhe kjo këtu. E shpjegojmë, pra, pasi kemi ka urdisur pak patlıcanët në vaj. I presim në copza. I presim në copza të vogla. Llojin i presim në copza. Edhe kjo lloj sallate më duket mua, kjo me patlıcan me këtë dresingun që e përgatitëm. Në rregull. Ja, të japun të gjitha këtu? Patlıcanët kujtu që më kemi hedhur dhe krip, besoj, ë? Po. Kur dolën nga skuqja, po, ju dha 2 kokra krip. Ja, mund të kapsh këtë tani. Ja, po e kapim në mënyrë dhe sa më të shpejt. Në berat, thatë ju? Po, gatuhet kjo recet. Kjo gatuhet në recet, po. Në berat, është tradicionale beratit. E ka gatuar Vjera? Vjera ime. Që kur ke shkuar nuse, para 27 vjetësh, a? Po, e gatuan të përpara dhe e mola dhe unë ja vëdha, me fjale dhe gatuaj dhe unë. Ne jemi shpi që... Nuk të tha nëse mësoj këtë recet? Jo, më tha vetëm që unë po bëj këtë gjëllë. Nuk po të them si gatuet, po duash shife dhe Baje mënd. Pas ka qënë që ke prejve? Po. Mësu se këshu me autoritare? Ka qënë autoritare. Ashtu është tani nuset, ka qënë dhe moderne, mund të them, nuk i detyron do të. Po. Nëse të pëlqen, të dëshirosh, mund të mësosh. Mjafton kaq, të edhim kaq. Po, gjirokastra do të edhi këto? Jo, këto nuk edh. I lëmë për një salat tjetër, ato besoj, nuk do hidhe. Ja, të bëjmë e këshu se mos... Do t'i vendosim që këshu. Anasha. Ta shkojmë që këtë se të kishe nga brëndaj që kësi të zezë. Atë prandaj thashun. E qëmë se në brënda në fejt nuk ishë. Tani sipër do t'i mbulojmë me këtë brumin kam përshqipje? Sipër do t'i mbulojmë me këtë brumin, po. Sipër do t'i mbulojmë me brumin dhe kur t'a mbulojmë me brumin do t'jedhim pak gjalp të shkrirë. Okej. Gjalp të shkrirë. Unë nuk të thash që po gjatë kohës që po i skuqi, a? Po. I hodaj që këshu vaj altis, që këshu si vaj, se... Po. Pra ndaj shkëlqenjë ka i shumë, pak si me rakat punë, ke... Si the për Vjera i bënte që këme ndyrë. E vendosim këtu në qëndër të shojnë dhe anvisat. Dhe jemi drejt përfundimit të një recete. Pra të patlıcanëve me brumare, kemi dhe 2 receta tjera pa përfunduar, në mënyrë që t'i servirim dhe anvisat t'i shojnë dhe ne t'i shijojmë. Kjo pjatë shkon shumë me kukurecin e mbushur. Tani, kur je në kuzhinë, duhet bësh dhe pak zhurëm, që të ndihet që gatuhet. Patjetër. Dhe zhurma është pjesë një nga përbërësit e gatimit. Po shme e forta kur thyen pjata dhe... Aty pase nuk jemi të zhurma. Ja, dhe kjo shkoj këshu. Dhe një vjetë e ke gatuar në njërë të recet? Jo, kam gatuar patlıgjana me arë, po pa buk, i kam gatuar me gjizë, këshu pa krip, është një lloj recete ndryshe. E largojmë.
U lodhe duke I gryer. Po të dukem që jam e pak gjirokastrite. Ta maqare, zonja Patra. Kash, mjafton. Mirë, të lukës. Mjafton. Faleminderit. Gjalpin e kemi shkrirë. Po, dhe gjalpin? Gjalp lufra përdorim ne dhe në pëlqen aroma e gjalpit. Të marrim një luk? E kemi shkrirë, jashtë që është I verdh fare. Po. Ma di unë bëra një si loj baklavaje. Ajo baklavaja, nuk ngeli jam vizë zonja Vjollca, pa marrë në telefon dhe pa më pyetur si ishte. Po si shkrihesh në gojë. Gjitha vizat e lagjes ku banoj. Si shkrihej në gojë. Ja, receta është gati. Në erës tjetër nga këto jeshilet jo, ha? Jo, në qoftë se duam mund t'i vendosim ndonjë gjë kështu për zbukurim. Po, okej. Për zbukurim, diçka... Po ja vem një për zbukurim, një gjë të votë. Është tipike një pjatë me zeje. Një pjatë me zeje, zonjat mund t'a përgatisin bashkëshortëve, kur teksa I përgatisin ato salcat e mezeve, do mos nuk keni kukurec, apo jo? Po. Është tipike një pjatë e tillë. Të lumshin duart, për idenë që na dhe për një recetë që e mësuam, në të afrojmë pak më të shojnë në dhe anvisat. Tani do idemi ke receta tjetër. Kalojmë tek cila recetë? Tek arapashi apo tek kukureci? Tek kukureci. Ta shikojmë mirë kukurecin, ka zier apo jo. Po duhet të ketë zier, sepse qëngji ishte qëngjë pirës. Po, e pash. Duket si dhe kur janë kështu të njomë, zjenë më shpejt, apo jo? Po mirë, lëmë kështu me qikë... Se fahet në furra. Po, ashtu bëjmë. Ndërkohë, mund të kalojmë tek arapashi, nëse... Ja, te arapashi do marrim... Më fal. Tepsin, ta rregullojmë siç duhet. O ta luajmë me vaj tepsin, apo? Po, me vaj. Shumë dhe me këtë lëngu mund të bëhen ndonjë. Po, do të hedhim dhe lëngun. Po. Duke që është kurur pak, është zvogluar. Është zvogluar, normali është zvogluar, sepse ka dhe ato I ndyrë dhjambra... Në lagështirë, në fakt. Po, nxjerr. Ne nuk I kemi hedhur fare asnjë pikuj, thjesht me lagështirën e vet dhe të gjithë gatimit. Po erzat nuk do të... Erzat do ju a hedhim në... Do t'i presim. Vazhdojmë I presim këto të përfitojmë kohën, derisa të bëhet gati. Aty e marrim, po. Tepsin ku të? E vëmë në vend tjetër. Ja. Po. Zonja Vjollca, mund të më ndihmosh me kukurecin? Të ndihmoj me ta marrësh me kujdes? Po, vetëm mona digjesh. Unë, po si jo kam këtë, ja, e shplaj. Ka gudzon zonja Vjollca, kështu që... Po, sa e jam digur unë. E marrim më mirë me hapsen, po. Erzat I bëjmë gati dhe më pas, teksa e vendosim kukurecin që të piqet në furrë. Madhësia e erzave nuk është e thënë që mund t'i grim të imta, po sa më të mëdhaja mund t'i grim aq më të mira janë. Pak majdanos. Ja, në rregull. Po, edhe atë lëngun do ja hedhim këtu. Pa këto gjërat e vogla. Pa ato gjërat e vogla. Ato gjërat e vogla këtu ku janë në kusi, do t'jedhim pak gjalp, t'i kaurdisim dhe do bëjmë, aty do përgatisim arapashin. Pa, ja dhe lëngu. Edhe, Anko, po, ishte të ndihmu shumë? Më ke ndihmuar shumë, shumë faleminderit. Edhe unë kishja, sa herë ju shifja në televizor edhe thoshja, si do më realizohet një dëshirë që unë të takoj zonjën Vjollca dhe i dha mundësinë përmes... Faleminderit. Dhe mundësia mu dha sot. Ju falemderit shumë. Falenderojmë shumë që erdhe direkt nga Vlora. Ju falemderit shumë. Pak plash, ka filluar... Po kemi filluar pak, po me ndërprerje. Po, pak gjalp mund t'ja edhim. Mund t'ja edhim pak gjalp. Jam nga përmeti dhe më rëshqet dora në herë. Të rëshqet dora? Po. Ja, pak, fare. Jo si duar të emja që sot nuk e di pse po më dridhen, ndoshta dhe nga emocioni. Do me I bë 10 punë për I herë, jo nga emocioni. Ikën emocionet. Si të sillni 3 receta. Të edhim dhe këtë. Okej. Të qik gjallë këtu dhe t'i ka urdis këto? Po, të edhim dhe një thelpi hudhër, ta presim në mënyrë të vogël. Kripën e ka, besoj se kemi... Kripën e ka, por prap duhet ta provojnë dhe pak nga kripa. Ja, dhe kjo. Edhe piperi. Piperin e zi. Po. Tani këtë nxerja që I zjem kukureci, një lukë të vogël që të provoj kap për kripën. Dhe ato pjesëzat e vogla, dhe tani mua më ka dhënë detyrë zonja Patra që ti ka urdhëruar shumë mirë është. Me gjallë. Po, ma jep një mua. Tani t'i jedhim dhe pak fare ujë kësaj dhe ta kalojmë në furrë sobës. Po, marrim një gotë atëherë me ujë. Me ujë të vakët ose me ujë të ngrohtë, si po. Marrim të nxjerrë tjetër? Po. Ka urdhësim apo këtu apo një? E marrim këtu më mirë. Do një më fund më të gjerë?
Si dushi? Ju si të jetë më mira. Kukureci ka marrë formën që duket. Ide, shumë mirë. Është montuar në tavë me gjitha erëzat e mundshme dhe është momenti që ne ta vendosim në furr. Për sa minuta zonja Patra do të shndroj vetëm sa të marrë atë sipër, në varet të temperaturës. Në rregull, po vendosim se mbas edhe e servirim. Faleminderit shumë. Atëherë këtu t'i largoj. Okej. Përfundoj edhe kukureci në furr, tani kemi harapashin për ta montuar, për ta gatuar, me pjesët e mbetura të zorëve, që ne thurëm kukurecin, besoj se na ka mbetur në pjesën e parë. Zonja Patra me zonjën Vjollca e gatuan pra kukurecin. Tani me ato pjesët e mbetura dhe pak çfarë odhëm aty? Këtu odhëm gjalp lufra dhe i kaudisëm të gjitha ato, jo të përbrëndshmet, zorët e këto. Mëlçi e bardhë? Jo, mëlçin e bardhë nuk e odhëm. Vetëm zorët dhe pak pjesën e plëndësit. Atëre kësaj do t'jedhim dhe pak ujë, një gotë ujë të ngrohtë, po. Ja, në rregull. Ujë të ngrohtë me gjithë gjalpin që kemi hedhur, po këtu çfarë kemi? Ky është mielli i orizit, mielli i misrit, më falni, mielli i misrit dhe kur ziej ujë do ta hedhim miellin e misrit, duke e trazuar. Dhe momenti është kur e shikojmë që fillon të lëshoj ato fluckat e tia, atëherë do ta largojmë. Vëren më në qendër atë. Po, të marrë nxehtësinë e duhur. Do ndonjë tel apo me lugje në rregull? Edhe me tel mund të bëhet. Jo, si e ke ti më komod? Po, edhe me tel. Se mbase kur të hidhet mielli do të ishte më i nevojshëm teli, që të mos bëheshin me kokriza. Të tërë? E dini ju? Ka kohë? Që ta servirim? Po patjetër. Kemi kohë ta servirim. Këtë punimi këtu. Ndryshe po nuk e servirim, çfarë kemi bërë? Mund të largoj këtë? Ja, të bërë. Po. Të vendosim një kapak të kësaj? S'ka problemi, vendosim kapakun e saj. Po e pati. Dhe t'ja shpjegojmë pak publikut anvisave, sepse do të ketë shumë kuriozitet se si ju e gatuat kukurecin. Vendosim kapakun sa të marrë ato fluskat e para dhe shfrytëzojmë kohën me pak të fjalë. Kujdes mos digjesh. Kjo nuk duhet. Atëherë, këtu. Pra, zonja Patra nga qyteti i Vlorës vjen në Villa 24 për të gatuar këto 3 recetat. Një e kemi përfunduar, e kemi servirur, është patullxhani me brumare, e përgatitëm dhe kemi tashmë përballë jush, në ekran e shihni. Ndërkohë, kukurecin e kemi vendosur në furr, por për gjithë kureshtarët, anvisat, cilat dëshirojnë edhe një herë ta mësojnë se si është gatuar kukureci me gjithë përbërësit e vet, zonja Patra, fjala për ju. Atëherë i kemi marrë barkun e qëngjit, qëngji është qëngj pirës. Po e them dhe një herë. Qëngj pirës do me thënë që se ka të reja që na ndikin dhe nuk e kuptojnë. Do me thënë që qëngji nuk ka filluar të marri barë. Vetëm piqumshin nga barku, nga nëna. Qëngji, zorët, komplet barkun e qëngjit, mua ma ka falur, më thërë News 24, e thamë këtë. Atëherë mbase i kemi marrë të gjitha mushkrinë e bardhë, plëncin, ato, gjitha mushkrinë e bardhë, mund të themi. Dhe kemi filluar, i kemi thurur, dhe i kemi vendosur në zjarë sa të marri pak, sa të thithit që ka të lëngun e saj. Pastaj i kemi edhur pak gjalp, krip, i kemi edhur dhe ujë, zakonisht ujë të ngrohtë, që të marri val. Kur e shikojmë që kukureci ka zier komplet, e heqim nga vala, dhe e vendosim në tavë, ku kemi vendosur dhe erzat, jo hudhër, jo piper, të gjitha këto, dhe i kemi kalu lëngun e që kishte, po, dhe i kemi vendosur në furr. Kjo ishte. Do ta lëmë për pak minuta sa të marrë atë faqe. Sa të marrë atë faqe. Deri sa të zverdh. Po, të marrë atë ngjyrën, të kuqerem. Me pjesët e mbetura tani, po bëjmë harapashin. Tani me pjesët e mbetura të harapashin. Nga i vinë emri i kësaj recete. Tani thonë që e ka emrin harapash. Kjo është tradicionale labërie. Labërie, po. Dhe kudo të shkosh në për lokalet në qytetin e Vlorës të servirin harapash me zor qëngji. Me zor qëngji. Po. Interesante tani kjo recetë për ta shijuar më parë, sepse se kemi provuar ndonjëherë se çfarë shije ka. Po valon ajo, tani fitoj mielin e... Sepse mos na alargohet shumë... Mieli misrit. Tani, ta ulim pak temperaturën e kësaj? Po, ja. E do temperaturë mesatare apo të ullët? Mesatare janë. Atëherë, fillojmë duke trazuar me dorë edhe mielin e misrit me kujdes që mieli i misrit mos na ngelet kokriza. Pra, pak nga pak, duke trazuar shpesher. Na falin qofse bëjmë dhe pak rëmuj, po kur gatuam bëjmë dhe rëmuj. Tani nuk pretendojmë që edhe të gatuajmë edhe të kemi kështu
pastra, sobat, apo jo, tepsit e nxehet. Diskutohet, është pjesë në fillim, fillojnë pastër. Lajnë duart, bëhen gjitha, pastaj bëhet pisë, bëhet pra pastër në qikë më vonë. Në basi ta përbojnë, ne bëhen këtu pastër gjitha, se mbarojnë pjatët. Mbarojnë, po. Pra, nuk është të kemi një gramatur eksakte, thjesht me sy e shojmë. Me sy. Një do të hedhim. Më mendoj që... Njën me ato muhalebit që bëhen. Tamam, trashësia një muhalebi, e? Po. Po, jo? Po, ta ngër pa zërin. Kameratu në një patra se i bëhet më surprizë harapashi. Nëse nuk do të kishte kaq shumë gjalp, sa kishte brënda. Po, gjalp kishte shumë. Mund ta spërkasim sipër me gjalp. Sipër me gjalp, po. Por me që ajo ka mjaftueshëm, do ta gjalpin e ka brenda. Gjalpin e ka brenda. Gjalp ti nuk të duash. Mund të, nëse s'kishim gjalp, mund të hedhim dhe vaj ulliri. Nuk ka. Nuk ka ndonjë gjë për shembull që po them. Ajo sa, çfarë trashësie duhet të ketë në fakt? Ja, është shumë mirë. Shumë mirë. Mund ta servirim. Zonja Vjoca, mund ta shihni dhe juve? Unë e shoh kur ta provoj. Kur ta provosh. Ne thjesht do ta servirim tani dhe do ta shijojmë, ne po presim në fakt të shijojmë të dyja gatimet, aty do ta servirim marapashin, besoj. Po. Po jet një sy kukureci? Rregulli? Po, në rregull. Shumë faleminderit. Shumë mirë është. Ta largojmë? Po. Këtë servire vet. Ja, ke lugë këtu. Edhe se mos thuash pastaj e serviri. Zonja Patra se na thonë në Vila 24 tradit sot. Këtë ta sillim. Që të treja recetat janë të vjetra, tradicionale. Ka prur nga vendi që jeton dhe ati ku është martuar, nuk puri byrek Gjirokastre. Jo, nuk solla byrek Gjirokastre, po solla diçka. Po se tha që të gjitha ambisat që vinë aty sellin bruk, sellin byrek, kështu që unë do bëj diçka të veçantë. Po e fshi mirë kusinë, tenxhere. Fshije. E pure edhe traditë e Gjirokastre. Faleminderit. Të lumshin duar. Tani mund të jedhim pak vaj ulliri? E kemi këtu vajin e ullirit, altis. Mjafton, kaj se ka shumë yndyrë. Faleminderit. Dy recetat kemi përfunduar, të dyja shoqëruese edhe të kukurecit. Kukurecit i duhet edhe disa minuta në fakt, sepse duhet të marrë atë cipën e kuqerit, në mos e ka marrë paksa, por ne do ta servirim sigurisht për anvisat në mënyrë që ato të shohin se çfarë forme marrin të treja gatimet. Më thuaj pak si po e përjetojnë vlonjatët tani këtë sezonin. Ka shumë plazhista, qoftë edhe turistë ardhur, ju thatë që frekuentoni shpesh plazhin, shkoni. Po, plazhin frekuentoj. Me sa kam parë që kanë ardhur turista. Dhe është i zhumshëm tashmë Vlora, apo jo? Po, Vlora tani është shumë i zhumshëm. Sidomos për ne vlonjatën, unë që jam vlonjatë them që të vetet jetojnë në një vend që më i qetë. Sidomos nata, besoj se është më e zhumshme. Po, nata është më e zhumshme. Lokalet e natës, normale. Muzika live. Po. E gjitha kjo. Mirë, do të vim në Vlorë për të bërë edhe pak plash, apo jo zonja Vjoca? Jeni të mirë pritura, numrin e telefonit tim e keni dhe po të doni mund të vini. Jeni të ftuara. Faleminderit. Tani, unë po them ta nxjerrim edhe kukurecin sepse ne s'kemi shumë kohë, kemi shumë pak minuta në dispozicion. Tjera pashit, mund t'i hidhet në një aromë tjetër, jo, ha? Jo, është... zi, piper të kuq, kur në fund, kur... Ka marrë pak në gjyrë, nuk është fare i pa gatuar, ka marrë shumë pak në gjyrë, kështu që në ta lëmë edhe pak në furr, të lumë shinduar. Kjo do të pritet më vete në hekurosjen, palosjen, desha të them, në rregullimin e... Nuk e di unë si kam provu asnjë nga këto receta, unë mezi pres që ti provoj se çfarë shije do të ke, janë të gjitha të nxehta, të përshëndetim mirë me anvisat, i ofrojmë zonjës Patra pak ujë fap apo jo? Po, ujë se jemi bërë për ujë të ftohtë. Jam bërë për ujë të ftohtë. Ne kështu të trajtuam shumë mirë, pse bërë ujë të ftohtë. Po, kishte dy kuptime kjo ujë ftohtë. Patë dy një vajzë, një zonjë këtu që të kanë ndihmuar me mishën e shpirtit. Po ujë ftohtë sepse në Bear të kërkojmë ujë të ftohtë në Bear. Pra. Në Bear kërkojmë ujë të ftohtë. Dhe në mënyrë të veçantë ujë fab. Po. Të falenderojmë shumë zonja Patra për pasionin tënd, për gatimin,
për nismën që morëm, rrugën që bërë nga Vlora deri në Tiranë, ju që të ndanit paraditen me ne. I keni bërë drekën bashkëshortit? Po, për momentin jo, se unë jam Tiranë, bashkëshorti është në Vlorë dhe ai po pret që të shkoj me vrapë në shtëpi. Ja, të shikoj dhe të kujtoj kur i ka ngërë këto. Do atëri nga këto s'ke për të marrë me vete, se këto t'i hanë. Jo, këto si marrë me vete, unë se s'kam as ku t'i qoj, se i bëj dhe vetë. Atëri dua të them dhe ju falenderoj jashtë mase, dhe ishte kënaqësi që mora pjesë te Këndi Kuzhinës, ishte kënaqësi që mora pjesë me zonjë Vjollca dhe me ju, Niki. Faleminderit. Dhe ju falenderoj pa mas të gjithë. Kur erdhe si u duke, kisha emocione? Kur erdha kisha emocione, po tani më dhe i më ikën emocione. Ikën, po t'ikën tani nga fundi. Të rridhe nesër këto. Të rridhe nesër. Të falenderojmë Rrugë të Mbar. Faleminderit shumë. Përshëndetje për gjithë qytetarët e Vlorës që po na ndjekin. Dhe të gjitha nisat e Vlorës. Përshëndes të gjithë, të gjitha ju përshëndes. I përshëndesim. I përshëndesim sigurisht të gjitha anvisat tona, të cilat janë shumë të vëmendshme dhe na ndjekin rregullisht, na telefonojnë edhe dëshirojnë të bëhen pjesë e emisionit ton. Ne kemi përfunduar pjesën e gatimit, kjo ishte hapësira e gatimit për ditën e sotme, do të shkëputemi duke u falenderuar zonja Vjollca, zonja Patra dhe njerë.